Ne dalim si një familje bashkë me babin dhe ja kalojmë shumë mirë, bëjmë qejf, me një fjalë. Ndryshimet politike që prekën Shqipërinë në fillim vitet 90 sigurisht që ndikuan edhe në bindjet politike të Albinës, e cila e nxitur dhe nga bashkëshorti i saj, filloi të bëhej edhe më aktive në jetën politike të qytetit të saj. E pozicionuar fillimisht në forumet e gruas dhe më pas edhe në strukturat drejtuese të partisë në rreth, mjekja nga fusharzi po shfaqte të tjera cilësitë të saj. Duke qenë se në vitet 90 isha studente në Fakultetin e Mjekësisë, angazhimi im fillon që aty në protestat e para kundër regjimit monist, dhe për mua ky moment është i paharruar, është një zgjim në një shtypje e gjatë nga ky regjim. Me mbarimin e fakultetit në 93-shin, unë jam transferuar në Fusharës, pasi aty banon bashkëshorti im, dhe nuk mund të angazhohesha në struktura partijake, pasi mentaliteti për të angazhuar një femër ishte shumë e vështirë për atë zonë, dhe me transferimin tim në Mirdit, ku edhe vazhdoj të banoj, u angazhova në forumin e grave dhe më vonë në kryesinë e partisë, ku vazhdoj të jem në këto struktura, por është e vërtet ajo që thuhet, domethënë që gratë kanë shumë vështirësi që të kalojnë në vendimarrje, të jenë në struktura partijake, pasi mentaliteti në zonat e veriut është i tillë që duhet të jenë meshkujt, duhet të mbisundojnë ato në politikë, në familje, në gjitha aspektet e jetës, por duke pas me kuptimin e bashkëshortit, i cili është dha i mjek, vendosa që duke parë dhe atë origjinën time familjare që duhet të bëja diçka për të nxjerrë në dritë origjinën time, vendosa që të merresh edhe unë me politikë dhe të jem një drejtuese në një institucion si ky që jam tani dhe të shpalos vlerat dhe origjinën time. Unë jam bërë ndihmes ndoshta sa kam mundur në shtëpi, në familje, sa mundën të merrem me fëmijët, por shumë kanë ndihmuar dhe nëna ime. Albina është një intelektuale që ka krijuar profilin e vet në vite, edhe në qytetin e Rrushenit dhe më gjerë, parashikoj se ka punuar edhe në Fusharës. Është një mjeke e cila nderohet në këtë komunitet, por unë mendoj se Albina është edhe një lloj përfaqësuesi e gjeneratës që i përket brezit grave të viteve të 90, apo jo vetëm të grave që kanë kryer studimet në kapërcyll të viteve 90 dhe janë si rezultat dhe me një mentalitet të ri. Kështu që janë mjaft të përshtatshëm në veprimtarinë publike, në jetën intelektuale, në jetën shoqërore, gjejnë vend dhe janë të preferuar nga njerëzit. Pozicioni vendimarrës pranë strukturave të shëndetit publik në Lezhë e bëri Albinën të përballej me një tjetër sfidë, jo më pak të lehtë se të mëparshmet, por me më shumë përgjegjësi dhe impenjim. Albina tashmë është ngarkuar me detyrën si drejtoreshë rajonale e Institutit të Sigurimeve Shëndetësore Lezhë, dhe ajo e di mjaft mirë që duhet të japë më të mirën e saj për realizimin e kësaj detyre. Shembulli zonjës Albina në punën e saj, por dhe në politikë, sidomos në politikë, është një shembull tepër pozitiv për të gjitha ne gratë mirditore, pasi shoqëria jonë ka nevojë shumë që gratë të marrin pjesë në vendimarrje, të marrin pjesë sa më shumë në politikë, nuk ka rëndësi fare çfarë partie. Rëndësi ka që gruaja të jetë një forcë e madhe, një forcë frymëzuese, sepse po të jenë gratë, sa më shumë gra në politikë, sa më shumë gra në vendet, në institucione drejtuese, mendoj që dhe puna në këto institucione, në politikë do të jetë tepër e mirë. Mendoj që gruaja është një forcë e madhe dhe është zbutëse në shoqëri, sepse shoqëria jonë është maskiliste dhe duke qenë sa më shumë femra në politikë, në vendimarrje, në institucione të ndryshme, mendoj që edhe politika do të jetë jo aq e ashpër, do të jetë më e butë, më tolerante në gjitha fushat. Gjendja ekonomike në këtë anë është mjerane, dhe veç kësaj, ajo që shqetëson më shumë është mentaliteti me të cilin jetojnë banorët e zonës, në veçanti gratë.
Vështirësitë me të cilat ato rrisin fëmijët dhe varfëria e teskajshme bën që ato lën pas dore veten e në shumë raste munden nga sëmundje të pashërueshme. Për Albinën ky është një shqetësim si mjeke, por edhe si femër. Kemi 2 vite që operoj me USAID-in për kontratat me subjektet dhe një nga shërbimet që jep qendra shëndetësore është edhe shërbimi dhe kujdesi për gratë. Gratë konsultohen në qendra shëndetësore nga stafi i qendrave, marrin shërbimin dhe konsulencën e tyre, por edhe një nga ato prioritetet është edhe parandalimi ose zbulimi në kohë i infeksioneve, i problemeve që lidhen me gruan shtatzën, me gruan me lehonën pas lindjes, me kujdesin në vazhdimsi gjatë jetës për gruan, por si jepet edhe konsultimit për problemet kancerogjene, që janë kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës mitrës, që janë më të përhapura në moshat mbi 40 vjeçe, dhe unë me këtë rast i bëj një apel gjithë grave që të konsultohen, të vetë ekzaminohen dhe përfundimisht të bëjnë mamografin, pap testin që duhet këshillohet pak të njërë në 6 muaj për moshat mbi 40 vjeç. Për mu menoj që përkrahja e Albinës, përkrahja që ka bu Albinës grave të rrethit legjës, të qarkët legjës, duke patur dhe pak frymën më të dëshirën më të madhe që gratë tona të aplikojmë shumë vaksina, të aplikojmë shumë mjekim për infeksionet e ndryshme ginekologjike, të cilat me thënë të drejtën janë shumë të shprehura. Do të bëjmë shumë më tepër, Albina bën shumë më tepër, edhe ne si spital mund të bëjmë shumë më tepër. Jeta në këtë zonë të thellë e ka bërë edhe më të fortë Albinën, dhe ajo është e përgatitur për çdo vështirësi që do t'i dalë përpara në jetën e saj. Ajo kërkon që zëri gruas, i nënës, i motrës të mos mbetet në minorancë. Albina e di mirë që lavdia është e përkohshme dhe që nuk mund të jap kur dimensionin e vërtetë i jetës së saj apo të kujdo tjetër, por janë zgjedhjet që duhet të bëjmë ato që na krijojnë personalitetin e vërtetë. E pikërisht këto zgjedhje ka bërë edhe Albina, që ka sfiduar të gjitha pengesat e jetës për të vënë në jetë ëndrrën e saj, një ëndër që lejon hapësirë për kontributet e saj, një ëndër e lirë.